Të nderuar shikues të TVD News.al, mirëdita dhe përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga stadiumi kombëtar nga stadiumi Korabi, qytetit të Peshkopis, për të ndjekur javën e 5 të kampionatit kombëtar të futbollit për kategorinë e parë. Skuadrat kanë zbritur në fushën lojës me këto formacione. Ekipi Korabit aktivizon me Hidrin në port, më poshtë Uallace, Gjika, Zeqiraj, Laho, Mziu, Henri Reqi, Ndreu, Marku, Lilaj dhe Lajthia. Të gatshëm për trajnerin Alfred Delialisi janë Haka, Bocka, Gega, Goka, Kuka, Kurti, Molina, Sina, Spahiu dhe Tepshi. Ndërsa ekipi Firak aktivizon Kacaj në port, më poshtë Topi, Aslanaj, Magba, Trifoni, Umijego, Umejunëni, Ndubuzi, Ayuvi, Hoxhaj dhe Rakipaj. Të gatshëm janë Anane, Vondolie, Ola Le, Flor Ruço, Musa dhe Mamutaj. Trajner M. Jovanovic. Ndeshja gjykohet nga Egli Mengshi, kryesor, gjyqtari parë Elvis Gjoka, gjyqtari asistenti dytë Arjan Lilaj, gjyqtari 4 Sokol Bebaj, vëzhgues Enxhell Pjetrushi, Lezhë, delegat Arben Feshti, Tiranë. Ndeshja akoma nuk ka vazhduar, duhet theksuar fakti që në 4 javë kampionat ekipi i Korabit ka vetëm 3 pikë, 3 barazime dhe 1 humbje. Një javë më parë ndaj skuadrës Laçiane, që ndeshja ishte parashikuar të luhej në stadiumin e Laçit, po për arsye të ndryshme, një dakordsim mes dy skuadrave për të luajtur në Peshkopi ndeshjen e parë të këtij sezoni. Topi do të shkëlmohet nga futbollistët e skuadrës e Fierake, që e kanë topin në qendrën e mezit të fushës. Aty ndodhet sulmuesi Umijego. Ka vajtur dhe njërin nga futbollistët e tjerë të skuadrës Fierake që do ta shkelmoj këtë top. Pritet vetëm sinjalizimi i kryesorit të takimit Mengshi për të startuar këtë takim i javës së 5 të kampionatit kombëtar për kategorinë e parë. Loja sapo ka nisur ishte pikërisht Trifoni që ka kthyer këtë top mbrapa për tek futbollisti Aslanaj. Ky kërkon të nisë një top të gjatë për Umijego, por nuk I ndahet atje dhe Lilaj. Ishte Gjikaj që nuk I ndahet Umijegos, ka shmangur Gjikën, ka një arkim brenda zonës I Umijegos. Tentojnë futbollistët Fierake, por është njëri nga futbollistët e Korabit që ka larguar rrezikun nga porta, për megjithatë përfitojnë përsëri Fierakët që mbajnë topin në lojë, kërkojnë nga krahu I djathtë për të përshëndetur portën e Korabit. Ka dërhyrë dhe kapiteni Sokol Mziu e ka larguar për momentin përsëri. Tentojnë skuadra Fierake, Nxeri Deliru, Umijego I vetëm përmbas, godet, por është zënë në pozicion jashtëroje, por duhet theksuar edhe pritja mjaft e bukur e portierit me Hidri. Vjen sinjali I parë në portën e Korabit nga skuadra Fierake, por asistenti I dytë ka ngritur flamurin për një pozicion jashtëloje. Është me Hidri që do ta shkelboj këtë top për skuadrën e Korabit. Marku nxjerr të lira atje dhe Reqin aty brenda zonës, largon mbrojtja amike, vjen në tjetër rast, mundohen Fierake të dalin dërgojnë një futbollist të skuadrës Apolenis, është I shtrirë në fushë Umijego në diliftim me Gjikën, vazhdon në aksioni, ndërka ka signalizuar dhe kryesori Mengshi për ndërprerjen e lojës për të ardhur në ndihmë futbollistit të skuadrës Apolenis Fierit. Është pikërisht Omujani që është I dëmtuar. Kërkon ndihmë mjekësore.
Do të rinisë loja të ndërruar, shikus pikërisht ka kaluar 4 minuta loj nga pjesa e parë e kësaj sfide ndërmjet Korabit dhe Apollonisë së Firit. Rezultati është i bardhë 0-0. Janë futbollistët e Korabit që kanë topin zotrimje, top për kapitenin Sokol Mziu. Atje nga e majta shikon përpara, ka pasuar për tek Reçi, tenton të arkojë, por ka shmangur, ka kthyer akoma më mbrapa. Edhe kjo ka futur një top, por e largon në mbrojtja Firake dhe mundohet të dalin në këtë aksion në skuadra e Apollonisë së Firit bante Umejegos që është mjaft i tërhequr. Është dhe Hoxhaj. Topi ka dalë në rivënje anësore që u takon futbollistëve të Korabit, atje ka vajtur pikërisht Zeqiraj për ta kryer këtë rivënje me duar, e ka kryer me shpejtësi. E ka kthyer mbrapa për tek qendërmbrojtësi Uallace, që ky ka pasuar për tek Gjika, janë dhe Lilaj nga e djathta. Xhiri të lirë ishte atje numri 14 i skuadrës Korabit të Ndreu, por rivënja topi u takon futbollistëve të skuadrës së Apollonisë së Firit, është portieri Kacaj, ai që do ta kthej topin për të rivënje me duar në favor të skuadrës mike të Apollonisë. Është njëri nga futbollistët Firake që ka kryer këtë rivënje me duar. Rivënja ka ndruar duar, është topi kthyer mbrapa për tek Mehidri. Mziu, një top për Marku, taunën Marku, mes 2-3 futbollistëve e ka mbajtur topin dhe ka fituar dhe të drejtën e kësaj goditje dënimi në favor të skuadrës Korabit. Është kapiteni Mziu, kërkon të nisë atje dhe lajthinë, por Reçi ka këmbur, vazhdon aksioni, e le mungohet atje Laho, mundohet Bretadorës për të goditur portën, nuk e arritur qëllimit. Një tjetër futbollist i skuadrës Firake vazhdon të rri në fush, por është quar dhe topi kthyer mbrapa për tek Mehidri, që ka nisur Lilaj. Ka shqetësimin i një nga futbollistëve të skuadrës Apollonisë, pikërisht Omujani, që detiron futbollistët e Korabit ta kthejnë topin mbrapa në gjysmë fushën e tyre, që mundohet të dalin në këtë aksion këtë radhë nga krahu i majtë. Mziu top thellësi për Lilaj dhe rivënja anësore tani për skuadrën e Apollonisë së Firit. Është Ajvi, e ka kryer këtë rivënje një topi kthyer mbrapa për tek topi. Kjo ka kthyer akoma më mbrapa për do të dalin në aksion nga krahu i djathtë, por topi ka dalë në rivënje anësore dhe u takon në futbollistëve të Korabit. Është Zeqiraj që ka kryer për ka nisur atje kapiteni Sokol Mziu, tenton fusje top atje për Reçin, por është tepër thellësi. Dhe topi i takon portierit Kacaj të skuadrës Apollonisë së Firit. Get up, get up.
Jemi futur në minutën e 9 të pjesës së parë, ka gabuar dhe portieri Kaca, e pundohen futbollistët e Korabit në këtë aksion, gjithçka është e barabartë për kryesorin Mengshi dhe rivënia anësore, topi u takon futbollistëve të Korabit, është Lila që kryen, e ka pasuar për te kapiteni Mziu, mundohet të nisa që ta u lëmë Marku, ka ndërhyrë dhe topi, por vazhdon aksioni, është topi kthyer mbrapa për tek Kacaj. Omijego Amakba Omijegi ka shpërthyer atje nga e majta, pranë tij është dhe Gjika, e ka shmangur për momentin, ka ndryrë Gjika, ka lexuar gjithçka duke nxjerr topin me vështirësi në rivënie anësore, duke devijuar një goditje këndi të sigurt. Është numri 6 i skuadrës, numri 22 skuadrës mike që do ta kryejë këtë rivënie, është Ajvi që do ta kryejë këtë rivënie anësore për skuadrën e Apollonisë së Kryrit. Të gjithë futbollistët ndodhen në zonën rrepsisë të skuadrës së Korabit. Ka larguar njërin nga futbollistët e Korabit për momentin duke larguar rrezikun, ndërkohë vazhdon sulmi Fira ka këtë radhë nga krahu i djathtë. Një top të përthelsi dhe topi takon portierit Mehidri. Është Marku. Pason për tek Zeqiraj, një topi kthyer mbrapa. Ualce. Ja dhe Gjika, dy qendërmbrojtësit e skuadrës Korabit. Përsëri një top i kthyer mbrapa për tek kapiteni Sokol Mziu. Zeqiraj. Futje top predazorës, ishte Marku, vazhdon aksioni, grushton portieri Kacaj, ndërkohë vazhdon aksioni tjetër rrezik në portën e Apollonisë, ka ndërhyrë, është Lajthia, fton edhe Lilen, harkim predazorës, në dy kohë përsëri largo tjetër rrezik në portën e skuadrës Apollonisë së Firit dhe kemi këtë goditje. Këndi tani në favor të skuadrës e Korabit, është e para goditje nga këndi. Kjo për Korabin, është kapiteni Sokol Mziu, ka pasuar me Markun, nuk i nda dhe vjen numri 77 e Rakipaj. Lilaj, tenton dhe e tokazi, dhe vi pret portieri. Pranë golit skuadra e Korabit mund të kishte ndryshuar rrjedhën e lojës, mund të kishte zhbllokuar rezultatin, por gjithçka është e barabartë, ndërkohë që jemi futur në minutën e 10 të këtij takimi dhe rezultati vazhdon të ngelet i bardhë 0-0. Omijego me kokë, por topi i ka kaluar në duar portierit të skuadrës së Korabit Mehidri. Reçi vazhdon aksioni i skuadrës Korabit, por topi është devijuar në rivënie anësore për skuadrën e Korabit, është Zeqiraj, e ka kryer me shpejtësi duke kthyer topin mbrapa për te kapiteni Sokol Mziu. Ndërkohë të gjithë futbollistët janë shtyrë përpara në gjithë fushën kundërshtare të skuadrës firake, duke ushtruar presion në gjithë fushën e skuadrës kundërshtare, por deri në këto minuta që po transmetojmë këtë takim, këtë sfidë, rezultati nuk ka ndryshuar, është i bardhë, një topi kthyer mbrapa për tek Kacaj që ka shqetësimin e Lajthisë, por e marrin futbollistët e skuadrës së Apollonisë së Firit, është Omijego në dy luftim me Gjikën, fiton dy luftimin dhe ka shkaktuar dhe një faull, ishte një ndërhyrje e gabuar e
e qendërmbrojtësit të skuadrës Korabit, Gjika ndaj sulmuesit kryesor Umijegu të skuadrës Firake dhe goditje dënimi tani në favor të skuadrës Apollonisë në krahun e majt të sulmit të tyre. Atje pranë topit ka bajtur numri 7 i tyre Trifoni, ai që do ta shkelmoj këtë top, por është afruar dhe Rakipaj. Shikojmë se cili nga këto dy futbollistë do ta shkelmoj këtë goditje dënimi, ndërkohë që është vendosur barikada nga futbollistët e Korabit, është Rakipaj. Një harkim brenda zonës, largon kapiteni Mziu me kokë. Megjithatë topi ka dalë në rivënje anësore, tjetër topu takon skuadrës Apollonisë që janë shtyrë shumë përpara drejt portës së Korabit. Kryet dhe kjo rivënje me shpejtësi, topi kthyer mbrapa për tek Aslanaj, jo ka kthyer akoma më mbrapa për tek njërin nga shokët e tij që shikon se ku ta pasoj këtë top, ka arritur ta pasoj top përsëri i kthyer akoma më mbrapa për tek Dubuisi. Ja dhe Kacaj. Është numri 2 Kurti të ndëruar shikues që i rikthyer nga skuadra Besës Kavajës pasi patje kontratë me skuadrën e Besës Kavajës dhe nuk arriti dot A nuk rëndon? Ja. Dhe ka bërë një rikthim brapa në skuadrën e tij të vendlindjes. Kemi tjetër ndërprerje loje të ndëruar shikues pasi është dëmtuar një futbollist i skuadrës Apollonisë Firit. Loja është ndërprerë, ka një konflikt mes kryesorit Mengshi dhe futbollistëve të skuadrës Apollonisë Firit dhe kemi të bëjmë me këtë goditje dënimi siç duket tani në favor të skuadrës rivënje anësore, në favor të skuadrës Korabit që e ka kthyer në fleprje duke kthyer topin mbrapa për tek portieri Kacaj i skuadrës Apollonisë Firit. Jemi futur në minutën e 20 të këtij takimi, të kësaj pjese të parë, rezultati vazhdon të jetë i bardhë. Korabi 0 dhe Apollonia Firit 0. Një tjetër aksion për skuadrën e Korabit për topë 8% dhe kemi vetëm rivënje fundore që do të kryen nga futbollistët e skuadrës Apollonisë Firit dhe pikërisht nga portieri Kacaj. E ka nisur lojën futbollistët e skuadrës Apollonisën, tentojnë nga krau i djathtë, por kanë shqetësimin e futbollistëve të sulmuesve të skuadrës Korabit. Është Umejego ai që tentoi me kokë, por një topë thellësi dhe s'kishte asnjë nga shokët e tij që për të pasuar këtë topë dhe topi u takon përsëri portierit Mehidri që ka kthyer mbrapa. Është futbollisti Gjika që ka këtë topë. Ja dhe Kurti, i sapo futur, një harkim predatori si Kurtit, largon mbrojtja. Është Laho, tenton dhe lajësia, topi kthyer akoma më mbrapa. Është Trifoni, nga krahu i djathtë të skuadrës Firake, sulmit të tyre, megjithatë ka kthyer akoma mbrapa. Është topi që ka këtë top në zotrin. Ja dhe Amagba ka pasuar për tek topi. Nuk i ndan atje dhe Marku, por përsëri është topi. Aslanaj
ka gabuar në këtë pasim Aslanaj, tenton Reçi, por ka shkaktuar një faul dhe kemi goditje dënimi në favor të skuadrës së Apollonisë së Firit. Ishte Reçi ai që shkaktoi këtë faul, është kryer dhe kjo goditje dënimi nga futbollistët e skuadrës fierake. Aslanaj, qendërmbrojtësia Aslanaj i skuadrës së Apollonisë, ka një flamur të ngritur dhe topi u takon futbollistëve të Korabit, ishte një pozicion jashtë loje. Kurti, topi kthyer mbrapa për të Klaho. Mundon të nisin Reçin, e ka fituar këtë dy luftim për momentin, e mban topin, mundon të fusë topin e zonës, Marku fton dhe Lajsin. Kemi një prekje të topit në dorë dhe kemi një faul në sulm dhe një pozicion jashtë loje sipas asistentit të parë, Gjoka. Kemi një flamur të ngritur. Loja ka vazhduar. Kurti e ka kthyer këtë top mbrapa tek Umejany. Ka kthyer atje Marku, por ka shkaktuar në faul ndaj numrit 2 topi. Mziu, përsëri është kapiteni Mziu që mundon të nisë atje dhe Reçin është topi ai që ka marrë tope, ka kthyer mbrapa, por te Kacaj janë futbollistët e skuadrës Apollonisë, mundon të dalin në këtë aksion, kanë dhënë të lirë, po ka shkaktuar një faul, është dëmtuar Uallace për skuadrën e Korabit dhe kemi goditje dënimi. Ka nisur loja, pikërisht është 27 minutë të nderuar shikues, rezultati vazhdon të jetë i bardhë, Korabi 0 dhe Apollonia 0 për javën e 5 të kampionatit kombëtar të futbollit
për kategorinë e parë është Laho me këtë top, Ton Markun mundohet atje, por ka përsëri një faull në sulm dhe topi u takon përsëri skuadrës së Apollonisë Firit. Është Ndreu. Ton atje Zeqiraj. Hakon brenda zonës, por ka larguar një mbrojtës i skuadrës futbollistëve të Apollonisë Firit. Wallace. Ndreu. Kurti. Ka bon Kurti në këtë gabim është Umijego me topi zotrim pandil Gjika vazhdon Umijego që tenton të shpang Gjikën e hakon brenda zonës, por devijimi qendërmbrojtësi të Wallace dhe kemi goditje Krondi e dyta goditje Krondi tani në favor të skuadrës së Apollonisë Firit. Është Rakipaj, ai që do të harkoj këtë top për skuadrën e Apollonisë. Pikërisht minuta e 29, po mbyllet po futbolin e 30 minutë. Goditja e Krondit akoma nuk është ekzekutuar nga futbollistët e skuadrës së Apollonisë. Kemi dhe një karton të verdhë për futbollistin Hoxha të skuadrës së Apollonisë Firit. Pikërisht në minutën e 26 është top brenda zonës, largon rrezikun futbollistët e Korabit, tjetër rrezik në portën e Mehidrit, një top i kthyer mbrapa për tek portieri Kacaj, ndërkohë që vazhdon edhe një shi që të bjerë këtu në stadiumin e Korabit. Ka tjetër tension, është dëmtuar një futbollisti Korabit dhe pritet një karton nga gjyqtari kryesori Kimi Mekshi dhe kartoni i verdhë për sulmuesin kryesor të skuadrës së Apollonisë Umijego. Nga pikat kyçe të skuadrës së Apollonisë, sulmuesi Umijego që është ndërshkuar me karton të verdhë. Tjetër tension. Karton i verdhë. Hoxhaxhi. Loja do të nisë me këtë goditje dënimi në favor të skuadrës së Korabit. Wallace ka pasur atje për tek Zeqiraj. Topi kthyer akoma mbrapa. Gabojnë në pasim futbollistët e Korabit, është Umijego përsëri me topin zotrim.
ka pasuar për një nga shokët e tij, është pikërisht numri 7 të Trifonit që tenton të godasë portën e Korabit, duke bërë presion. Diçka është e barabartë. Trifoni përsëri futje top brenda zonës. Umejego tenton pasoj lajthia, ka shban gjendjen nga futbollistët e skuadrës firake, e mban topin, ka pasuar për tek kapiteni Mziu përsëri tani një top për Markun. Nuk i nda numri 4 Aslanaj, lajthia brenda zonës, vazhdon aksioni, ndjek aksionin Kurti, e mban topin. Ka pasuar përsëri për tek Mziu. Jave numri 14 Dreu, Hakim brenda zonës. Kanë larguar futbollistët e skuadrës mike, ishte Trifoni që ka larguar këtë top, duke e nxjerrë në rivënje anësore për skuadrën e Korabit. E kryen me shpejtësi futbollistët e Korabit është kapiteni Sërpën Mziu. Gjithçka është e drejt për kryesori Mengshi, ndërkohë që ka një flamur të ngritur, por është numri 11 Reqi që u pengua nga futbollistët e skuadrës Apollonisë së Firit, por për kryesori Mengshi ishte gjithçka e rregullt. Vazhdon aksioni Mziu, largon Rakipaj, tjetë të rivënje anësore për skuadrën e Korabit. Është Zeqiraj që do të kryejë këtë rivënje me duar. E marrin topin futbollistët e Apollonisë, por mbyll aksionin atje qendërmbrojtësi Gjika, ja dhe Mziu. Reqi mundohet që të shërbej për shokët e tij brenda zonës, por nuk i arrin dot qëllimit. Ja dhe do bujësi. Top për Rakipaj, por topi u takon futbollistëve të Korabit në të rivënja anësore, e ka kryer me shpejtësi, është Zeqira tani që e ka topin. Aslanaj, që ka kthyer këtë top mbrapa, fton atje dhe topin. Lehtia, mjaft bukur ka kombinuar atje me Dreun, ja të mëndon dhe Kurti. Ja dhe Gjika, mjaft bukur e mban topin për të vjetë kufizuese të fushit. Është Gjika që ka dalë përpara e një top për ta ulur Markun. Tenton të godas portën, rast i vështirë në portën e Apollonisë, por përsëri gjithçka është e barabartë. Korabi 0, Apollonia 0, kanë kaluar minuta të tëra, është pikërisht minuta e 35 të kësaj sfide. E 37 minutë të ndëruar shikues, gjithçka është e barabartë këtu në stadiumin Korabi për javën e 5 të kampionatit kombëtar të futbollit për kategorinë e parë. Vazhdon aksioni skuadrës Korabit nga krahu i majt është Zeqiraj,
fiton Markun, ja dhe Reçi, vazhdon aksioni, tenton! Pat një kishte një devijim të topit dhe kemi me goditje këndi të cilët barazon goditje të këndit të 2-2 është kapiteni Sokol Mziu, ai që do ta shkelmoj këtë goditje këndi si gjithmonë me mjeshtrinë e tij. Veterani Mziu arrin që të shkelmojë si goditjet e dënimit ashtu dhe goditjet e këndit me eksperiencën e tij që ka në këtë karrierë futbollistike. Topi tani u takon futbollistëve të skuadrës së Apollonisë Firit dhe është Kacaj ai që do ta shkelmojë këtë top në rivendje fundore. Laho, Panti është topi dhe goditje dënimi në favor të skuadrës Korabit. Reçi. Lajthia godet! Jetë rast pranë shtyllës së parë. Mund të kishte ndryshuar rrjedha e lojës dhe goditje e këndi për të patje tjetër devijim nga futbollistët e skuadrës së Apollonisë së Firit. Përsëri ka vajtur kapiteni Mziu për ta shkelmuar këtë goditje këndi që është e treta për skuadrën e Korabit. Harkim për dhe zonës, grushton portieri, vazhdon aksioni i skuadrës Korabit, është përsëri Mziu. Tentojnë futbollistët e Korabit përsëri, por akoma nuk është zhbllokuar rezultati. Zeqiraj tentoi. Topi kthyer mbrapa për tek Mehidri. Rivendja u takon futbollistëve të Korabit. Është Zeqiraj. Është mbyllur minuta e 40, kur duhet dhe 5 minuta deri në përfundim të pjesës parë, plus shtesë që do kemi pasi ka pasur disa ndërprerje gjatë kësaj pjese. Rezultati është i bardhë, Korabi 0 dhe Apollonia 0. Numri i goditjeve ka këndi 4-2 për Korabin. Gjika, Mziu, Hakim brenda zonës, largon mbrojtja e skuadrës Apollonisë, ndërhyr përsëri Mziu, por megjithatë marrin futbollistët e Apollonisë që kërkon të dalin në këtë aksion me anë të Umiego, sulmuesi kryesor i skuadrës firake. Wallace, qendërmbrojtësi i Korabit, Wallace është i ardhur nga skuadra firake këtë sezon vere, i ardhur te Korabi. Bën presion futbollistët e Korabit duke mos lejuar skuadrën firake të kalojë mezin e fushës. Ja dhe Mziu, por këtë radhë ka shkaktuar një faull dhe kemi të bëjmë me këtë goditje dënimi në favor të skuadrës Apollonisë së Firit që do të shkelbohet nga numri 4 Aslanaj, por kjo ka lënë akoma më mbrapa për tek numri 16 Ndubuisi.
Ja dhe Ajvi, rivënje me duar, është Ajvi që ka kryer këtë rivënje ama bashkë. Laho, gabon Laho në pasim, ndërhyrë dhe Zeqilaj, dhe goditje dërimi ishte një ndërhyrje e gabuar e numit 7 të Trifoni në dëmë të Zeqilajt. Është të quar në këmbë. Përsëri janë firaket që mundohet të dalin të nisin këtë aksion për skuadrën e tyre. Është numri 22 Ajvi që ka topin. Nuk i ndat Kurti. Ja dhe Abagba, me që të bërë futbollista është Laho për Korabin. Ton Markun. Ka shmangur një futbollistë. Pason atje për Zeqilajt. Por ka ndërhyrë në numri 77 Rakipaj dhe rivënje anësore. Tani për skuadrën e Korabit, por është dëmtuar një futbollisti i skuadrës Korabit, siç duket Zeqilaj. Kemi vetëm rivënje me duar favor të skuadrës Korabit që është kryer. Këto për kapitenin Sokol Mziu. Një harkim i gjatë brenda zonës, ka kërcyer portieri Kacaj duke kapur këtë top pa vështirësi dhe duke nisur me shpejtësi Umiegon. Ka dalë dhe Mehidri shoqëron topin vetëm me sy duke nxjerrë në rivënje anësore. Ulu bre burata, nuk shef kamera. Aslanaj harkon top që ka përfunduar në duart e portierit Mehidri. Mehidri që sezonin e shkuar luajti për ngjyrat e skuadrës së Besës Kravajës dhe në fazën e dytë arriti që mos aktivizohet dhe duke bërë një rikthim prapa tek skuadra e Korabit. Largon mbrojtja e Apollonis këtë aksion, por megjithatë e ndjekin futbollistët e Korabit është përsëri kapiteni Mziu, edhe 1 minutë shtesë deri në mbyllje të pjesës së parë të 45 minutave të para të kësaj sfide. Mziu një top atje për Zeqilajt, pronti është Trifoni, ja kim brenda zonës mundohet Kurti me kokë, ja dhe Ndreu, nuk ka hapësirë, po ka pasuar me Kurtit, dhe rivënje me duar në favor të skuadrës Korabit, luhet minuta e fundit e parë dhe fundit shtesë. Është kryer dhe kjo rivënje. Mundohet Ndreu, ka një shtyrje. Kurti, Lejtia, harkon del Kacaj. Mbyllet dhe pjesa e parë me rrjetat të paprekura të ndëruar shikues ndërmjet Korabit dhe Apollonis Firit këtu në stadiumin Korabi për javën e 5 të kampionatit kombëtar të futbollit për kategorinë e parë pasi e pushimi të shkurtër do jemi përsëri në transmetim të pjesës së dytë të kësaj sfide. Pjesa e parë u mbyll nga rrjetat e paprekura të
Rakipa dhe në vendin e Kazan, Ola Ole. Topi do shkëtmohet tani nga futbolistët e skuadrës të Korabit, që pranë topit është talent Marku dhe Lahov, ka nisur takimin ndërmjet pjesa e dytë e këtij takimi të Korabit dhe Apollonis Sofirit është kapiteni Mziu. Ka një faul pranë zonës rëpsis dhe një karton të verdh për numrin 14 të skuadrës Apollonis Omoj e Ny dhe goditje dënimi pranë kufive të zonës rëpsis për skuadrën e Korabit, ku atje si gjithmonë është veterani Mziu që do të shkelmoj këtë topë, ndërkohë do të kësuar fakti që në minutën e 16 ekipi Korabit bëri një zëvendësim duke larguar mbrojtësin e krahut të djathtë të Lilajt dhe vendin e tij e zuri Kurti. Vendoset muri i skuadrës fjerake. Pranë topit është Mziu dhe Marku. Shikojmë se cili do të shkelmoj këtë goditje dënimi në pranë zonës sërpsis të kufite 16 metrëva. Është Mziu ai që do të godas këtë top. Ndërkohë skuadra firake vendos murin. Është edhe kryesori Mengshi ai që po vendos murin. Vërtet Mziu, topi ka prekur murin, vazhdon Ndreu që ndjek aksionin, ka shmangur një mbrojtës, po për momentin është penguar dhe topi është kthyer mbrapa për tek qendër mbrojtësi Gjika. Kurti, Gjika. Një top që kalon komplet, nuk kalon as pasqyrën e portës dhe i takon portierit Kacaj të skuadrës Apollonis Sofirit. Tjetër aksioni skuadrës të Reçi, vetëm Reçi vazhdon aksioni skuadrës, futet topët e zonës, largon mbrojtja e skuadrës. Megjithatë janë fjerake që mundu të dalin në këtë aksion dhe kanë fituar të rivënje anësore, ndërkohë që është mbyllur minuta 49, jemi futur në të 50 minutë të këtij takimi ndërmjet Korabit dhe është Apollonis, është Ola Ole që do ta kryejë këtë rivënje me duar në favor të skuadrës Apollonis. Ola Le përsëri ndërhyn dhe Reçi, ja dhe Mziu marrin përsëri firak dhe gjithë mbyll aksionin njëri ndërka ishte Ndreu që ka mbyllur aksionin, vazhdon aksionin është Omiego, ka ftuar numri 7 Trifoni, harkon brenda zonës, vazhdon aksionin skuadrës kundërshtare, largon Gjika, por ka dhe një pengim. Ndërkohë të nderuar shikues, duke përfituar nga kjo ndërprerje, ju kujtojmë rezultatet e pjesëve të para të ndeshjeve të luajtura për këtë javë. Në këtë moment që luhet edhe takimi këtu në Peshkopi, Kuksi Apollonia 0-2 për skuadrën Kuksi Pogradeci 0-2 për skuadrën e Liçenorëve, Luftetari Iliria 1-1 dhe Kastrioti Burreli 0-1. Skuadra matjane është avantazh të një goli, ndërkohë takimi në Peshkopi vazhdon të jetë i bardhë dhe Korabit 0 dhe Apollonia 0. Kërkohet ndihma mjekësore për të ardhur në ndihmë futbollistit të skuadrës Korabit, pikërisht Ndreut. Apollonis, Sa po. Oj, si kem të përmenj.
Ti babën me ta tërshë. Andrea i mu? Je. Unë më pak në dinë të të përbara, aty shohë më në. Në gremi në kohë me që më gjërë që, në gremi përbara në, në shohë më në. Ajde që më të pikame, Loja ka rifilluar, se topin e kanë futbollistët e Korabit, por ka dalë jashtë vija anësore dhe rivënje me duar tani në favor të skuadrës së Apollonisë. Është kryer dhe kjo rivënje me duar, ndërkohë që mundohen të përfitojnë futbollistët e Korabit, është kapiteni Mziu, por ka një flamur të ngritur dhe topi u takon futbollistëve miq nga Fieri në këtë rivënje anësore. E kryer me shpejtësi, ka gabuar pasim dhe tjetë të rivënje me duar, këtë radhë ka duar u takon futbollistëve të Korabit, është Kurti nga Gjatha, ka kryer me shpejtësi, ka pasuar për të kapiteni Mziu, përsëri Kurti harkon brenda zonës, tenton atje dhe Laho, vazhdon aksioni, largon mbrojtja mike, të tentojnë futbollistët e Korabit të Kurti në këtë diluftim dhe por ka rëshqitur duke udhuruar një rivënje me duar futbollistëve të skuadrës së Apollonisë dhe është numri 22 Ajvi, ai që do ta kryejë këtë rivënje me duar. Mbyllin aksionin futbollistët e Korabit. Gjika topën sëllësi për Kurti. Është Ajvi, si gjithmonë në krahun e majtë të sulmit Fiera që kryet tjetër rivënje me duar. Ajvi e ka kryer, ja dhe topi kthyer mbrapa për tek Ndubuis. Por je top që i dhuruar për tek Mehidri. Ishte Omujego, ai që tenton portën e Korabit. Korabi për këtë sezon akoma nuk e ka shijuar fitoren në këto 5 javë kampionat, ku ka 3 barazime, 1 humbje dhe ky takim që deri në këto minuta që po transmetojmë është i bardhë 0-0. Është Zeqiraj, ja dhe Lajthia. Ndërhyrë njërin nga mbrojtësit e skuadrës së Apollonisë, e ka marrë një raport, ndërhyrë dhe Zeqiraj e ka fituar këtë top pa faull. Lajthia ka kthyer mbrapa për tek kapiteni Sokol Mziu. Është Zeqiraj, do të pasoj për tek Lajthia, nuk e arriti dhe goditje dënimi, ka fituar të drejtën e kësaj goditje dënimi, ishte një faull në sulme nga futbollistët e skuadrës së Apollonisë dhe është kapiteni Mziu ai që do ta shkelmojë këtë goditje dënimi për skuadrën e Korabit.
Tenton të godas portën, por në shtyllën e parë, por është Kacaj ai që ka kapur pa vështirësi dhe e nis me shpejtësi drejtin shokëve të tij. Largon Zeqiraj. Ndërhyrë dhe lajtësia me që të marrin futbollistët e skuadrës së Apollonisë është numri 14 Ome një që tenton Ome një harkon pret me Hidri. Mundohet të nisë Reqin, e ka mbajtur, po ka shqecimin ja top për Marku. Marku ka shqecimin e Aslanajt, ky ka ftuar Lahon, ja dhe kapiteni Mziu, vazhdo në kësëri skuadrës Korabit, top për Reqin nuk ja rritut, topi ka kaluar të pasin e portës dhe ka përfunduar lehtësisht në duart e portierit Kacaj të skuadrës Firake. Janë minuta drithëruese këto për skuadrën e Korabit që po i afrohet golit në disa raste, por deri tani nuk ka arritur dot që të zhbllokojë rezultatin. E 57 minutë e kësaj sfide, rezultati është i bardhë 0-0, ndërkohë ka një ndërprerje të lojës pasi është dëmtuar një futbollist i skuadrës së Apollonisë Firit, është quar sulmuesi kryesor Ume Jego dhe lojën e kanë nisur futbollistët e Korabit, është qendërmbrojtësi Gjika, i ardhur nga skuadra e Luzit, nga kategoria e dytë Dibrani Gjika. Gjika përsëri. Ja dhe Mziu. Kërkon një top Zeqira për kikë mundohet të njësa atje Reqin. Një top thellësi për Reqin, nuk ka arritur dot që ta kapte top dhe rivënja anësore për skuadrën e Apollonisë është Ola Le, që ai që do ta kryejë këtë rivënje me duar për skuadrën Firake, që është mjaft të nxehur, ndërhyrën dhe Zeqira me kokë, të mundohet dhe Marku, por një topi devijuar duke dalë jashtë dhe goditje nga këndi. Vjen një tjetër goditje nga këndi e para për pjesën e dytë të kësaj sfide ndërmjet Apollonisë Korabit dhe Apollonisë Firit. Rezultati është i bardhë 0-0. Atje ka vajtur kapiteni Kolmziu për të shkelmuar këtë goditje këndi. Të gjithë futbollistët ndodhen në zonën e rrepsisë portierit Kacaj. E ka hakuar këtë top brenda zonës. Topi ka kaluar të pasyrën e portës. Megjithatë mundohen. Është një top i lajtësisë e kthyer mbrapa për tek Ndreu. Ky ka pasuar atje për tek Zeqiraj. Lace Zeqiraj ka larguar me kokë futbollistët e skuadrës Apollonisë Firit dhe rivënje me duar ishte Ola Le, ai që pretendoi për një rivënje me duar për skuadrën Firake, por asistenti i parë Elvis Gjoka është i mendimit që rivënja me duar të kon futbollistëve vendas të skuadrës së Korabit e kryhet me shpejtësi një top për Talon Markun, ndërhyn atje dhe kemi bëjmë me rivënje anësore për skuadrën e Apollonisë është Ola Le, ai që do ta krye këtë top. Ndërhyn Zeqira me kokë, ja dhe Reqi dhe tjetër rivënje me duar. Ka një shtyrje skuadrës Firake drejtim portës Korabit, por akoma nuk ka kaluar gjysmën e fushës tyre. Ndërhyn përsëri Zeqira, Marku, mjaft bukur driblimi, por është penguar dhe goditje dënimi tani në kufit të zonës së rrepsisë dhe një tjetër rast i pastër për skuadrën e Korabit që pasi topi është pranë vijës së parë të zonës së rrepsisë dhe do të tentojë skuadra e Korabit të zhbllokojë rezultatin.
e 60 minutë të ndëruar shikues këtu përsëri është kapiteni Mziu që do ta shkelmoj këtë top. Ka harkuar, grushton me vështërsi Kacaj. Dhe rivënja anësore për skuadrën e Korabit e kryen përsëri Mziu. Të radhe nuk përfiton Marku dhe topi u takon futbollistëve të Apollonisë dhe portierit Kacaj. Është Kacaj. Është Abagba, ai që nis një topët për tek Trifoni. Mjaft bukur Trifoni kërkon të fusje top zonë, largon në qendërmbrojtësi Wallace për skuadrën e Korabit dhe rivënje me duar tani në favor të skuadrës Apollonisë është Olale ai që do ta kryejë këtë rivënje anësore për skuadrën e Apollonisë. Firit e kryen me shpejtësi një top për Trifonin. Por asnjë nga shokët e tij nuk ndodhen në zonën rrepsisë dhe ka një tërheqje të futbollistit Mziu. Dhe kemi të bëjmë vetëm rivënje anësore tani në favor të skuadrës Apollonisë. Firit atje ka vajtur dhe Olale për ta kryer këtë rivënje, ndërkohë që ndroi duart e ka kryer Trifoni. Ja dhe topi kthyer mbrapa në shenjë fair play. Mziu Reçi me kokë. Ndërhy numrin 16 Dumbujsi. Marku gabojnë futbollistët e Korabit. Është përsëri Dumbujsi që ka pasuar nga e djathta. Ajivi futje top në zonë, por largon mbrojtja e Korabit. Reçi mjaft bukur ka gabuar dhe hyn dhe Aslanaj, kapiteni Aslanaj ka pasuar me topin. Abagba, një topi kthyer për të topi. Ajivi Abagba Trifoni, po ka ndryrë me kokë Zeqiraj, është Olale, ai që ka përfituar dhe hyn Zeqiraj përsëri e merr këtë topin me bukur me ndjerë qërësi, vazhdon aksioni skuadrës. Vonon Zeqiraj ka kthyer topin mbrapa, ka shqetësimin e topit e njëri nga futbollistët e Apollonisë pikërisht në 23 ai Hoxhaj. Dreu, por në fund ka ndryrë Dubuisi duke larguar topi dhe në duar ka përfunduar të portierit Kacaj të skuadrës Apollonisë. Firit Hoxhaj Trifoni Plantier Zeqiraj tenton godas, largon Wallace për skuadrën e Korabit. Ja dhe topi Ndreu mes dy fanela shishile, por ka gabuar në pasim dhe rivënja anësore u takon futbollistëve të skuadrës Apollonisë. Firit skuadra firake përgatitur për tjetër zëvendësim. Jashtë loje është futbollist
me numër 21 Musa. Topi Aslanaj, topi përsëri. Olale Ndubuisi, Aslanaj. Rivënia anësore për skuadrën e Korabit. Ndërkohë që përgatitet për zëvendësim, largohet numri 6 Amagba dhe vendin e tij e zër Musa. Largohet dhe numri 14 Omujo e Ny dhe vendin e tij e zën numri 3 Vondo Lie. E 67 minutë rezultati vazhdon në i bardhë 0-0, janë në futbollistët e Korabit, është Lajthia, ja dhe Laho, ka gabuar pasimetri, Foni mundohet atje, Kurti, topi kthyer mbrapa për Tikgjika, Mziu, ja dhe Reçi ka përfituar nga ky gatim i tyre, vazhdon Reçi, aksioni, tenton fuzi topi, no! Topi! Rast tepër ideal për skuadrën e Korabit, një rast i pastër për të zhbllokuar rezultatin, por është një mbrojtës se largon topin nga via fatale, ka dhe një karton të verdhë për numrin 26 Zeçiraj. Ishte një rast mjaft i pastër për skuadrën e Korabit për të zhbllokuar rezultatin në këtë sfidë ndërmjet Korabit dhe Apollonisë Firit, por topi largohet nga via fatale, duke mohuar një gol të pastër skuadrës Dibrane. Largojnë mbrojtësit e Korabit, ja dhe Lajthia e ka nxjerrë në rivënia anësore me vështirësi, ndërkohë që tekniku Delialisi ka thirrur njërin nga futbollistët e tij për ta hedhur në fushën e lojës. Shikojmë si duket, është numri 20 Spahiu që do të futet lojë për të mbështetur sulmin. Një futbollist i dalur nga Akademia e Korabit. Olale, topi kthyer mbrapa për te Kacaj. Nuk të kishte përfituar Marku, Darin dhe Reçi, ku ka rëqitu, Gabon ka fituar të topër pa faul, vazhdon aksioni, një topër Lahon, mundohet të arkoj, por nuk ja ka rritur të qëllimit dhe vetëm rivënje fundore për skuadrën e Apollonisë. Është Kacaj ai që ka këtë topë të zotrim, e ka shkelmuar, ka pasuar për tek numri 4 Aslana, kapiteni i ekipit, ki mundohet të nisje topën nga e majta. Rrydhe qendërmbrojtësi Gjika duke mbyllur këtë aksion, ka pasuar për tek kapiteni Mziu, ki ka pasuar fuba mbrapa për tek Gjika, një top i kthyer përsëri tek portieri Mehidri. Reçi mes 3 futbollistë të skuadrës fjerake, pranë tij ndodhet edhe numri 6 Laho. Ja dhe Marku, por në hynë, ishte Lajthia, por në hynë, njërin nga futbollistët e Fierak me kokë, ndek aksioni Kurti, harkon për e zonës.
largon Aslanaj, ja dhe Mziu, Laho, Zeqiraj, Laho. Rivënje me duar jashtë lojë numri 24 Kuka, largohet numri 14 Dreu dhe vendin e tij do ta zëjë Kuka për skuadrën e Korabit. Kuka. Aslanaj. Rivënja anësore për skuadrën e Korabit e ka kryer atje Kurti, ja dhe Lehtia, tenton të kaloj 2 futbollistë, mundohet të nis atje Reçi, një top thellësi, por Reçi nuk e arrit dhe rivënja anësore për skuadrën e Apolonisë është numri 10 Olale, ai që e krye këtë rivënje me duar për skuadrën firake. Reçi, por ka gabuar përsëri Reçi. Ja dhe Kuka. Është Mehidri që ka nisur për tek Gjika. E nisi me pasat të shkurtra futbollistët e skuadrës së Apolonisë Firi. Dhe rivënja anësore tani për skuadrën firake përsëri topi u takon firakëve këtë radhë dhe krahun e majtë. Është kryer dhe kjo rivënje me duar ndërhyn dhe Gjika, por ka shkaktuar faull dhe topi u takon futbollistëve të skuadrës mike. Të radhë kemi me të bëjmë me këtë goditje dënimi, ishte një ndërhyrje e gabuar e qendërmbërësit të Korabit Gjika. I shqetësuar tekniku firak Jovanovic. Tjetër zëvendësim për tjetër zëvendësim përgatitet ekipit Korabi. Shikojmë tabelen elektronike. Si duket do largohet Laho. Dhe vendin ti do ta zëjë Bocka. Reçi, vazhdon aksioni, kërkon një ton Marku i lirë, vazhdon aksioni Marku, ras 2-3 futbollistëve Marku. Jashtë është numri 18 Gega. Është Gega, një futbollist i formuar në Greqi, ku ka luajtur me ekipin e Kalkidonas në Greqi. Reçi, Bjapuku ka drejtuar topin, fton atje dhe Kurti, top Botiku ka provuar dhe Kurti të godas me Amerikosët të tension në pankinën e Korabit. Tekniku Deli Alisi tepër nervozur për këtë rast të humbura, futet të largohet të Laho dhe vendin e tij ka zënë Gega me numër 18, një futbollist siç e tham i ardhur nga i formuar në Greqi, ka luajtur me ekipin e Kalkidonas në shtetin Helen. Është Omiego, panti është dhe Gjika. E mban të top Omiego.
Minuta 75 të takimit. Rezultati vazhdon i bar 0-0. Ka goditje dënimi tani në favor të skuadrës së Apollonis, ishte një ndërhyrje e Kurtit. Akoma tekniku i skuadrës së Korabit Deli Ardisi nuk e ka shijuar fitoren e parë për këtë sezon të ri futbollistik pas 3 barazimeve dhe 1 humbje. Ati ka vajtur Aslanaj për ta shkelmuar këtë top. Ka një faull në sul. Kapiteni Sokol Mziu e nis me shpejtësi për tek Marku. Ja dhe lajtësia. Një top nuk morën vesh si shduhet, nuk kuptuan si shduhet. Futbollistët e skuadrës është Musa tani me topin zotrim. Ja dhe topi është numri 23 Hoxhaj. Trifoni futje tope, largon mbrojtja e Korabit dhe goditje nga këndi. Trifoni do ta shkelboj këtë këndore. Parkim për të zonës, tentojnë futbollistët e skuadrës e Apollonis, por është numri 24 Kuka që e nis aksioni për lajthin e top thellësi, por është topi kthyer mbrapa për tek portieri Kacaj. Mundohet atje dhe Gega. Aslanaj. Kurti. Kurti përsëri. Harkon për nga zonës rëmësisë, largon mbrojtësi Dubuzisi, e ka larguar të topi, ja dhe topi. Në dy luftimi ishin 2 numra 2, topi dhe Kurti. Topi kthyer mbrapa nga Kuka. Gega. Goditje dënimi tani për skuadrën e Korabit është kapiteni Sokol Mziu. Është Mziu. Brenda zonës tentojnë futbollistët e Korabit, por largon Trifoni dhe rivënje anësore për skuadrën e Korabit. Shkrye kjo rivënje lajtëtia jashtë. Sa ka Të shoh këtë këtë federatës. Të shoh. Dhjetë minuta, 80.
Maçi është mbyllur minuta 80 të nderuar shikues këtu në stadiumin Korabi, rezultati vazhdon të jetë i bardhë, Korabi 0 dhe Apolonia e Firit 0. Është Musa që ka goditur këtë top për tek Aslana, ky mundohet të nisë top nga e majta e sulmit, por është Kurti atje në njëri nga futbollistët e skuadrës së Apolonisë, Arkim brenda zonës, mundohet të përfitojë Umijego. Tenton dhe Olale, por jashtë kuadratit, jetë gjujtje Padres, kjo duke përfunduar jashtë dhe do të rivëjë në këtë rivënje fundore. Ndreu është portieri Mehidri, ai që ka kryer këtë rivënje fundore. Zeqira e mjaft bukur, po ka fituar dhe të drejtën e kësaj goditje. Dënimi ishte një ndërhyrje e gabuar dhe kartoni i verdhë për numër 10 Olale të skuadrës Apolonisë. Është kapiteni Sokol Mziu, ai që do ta shkelmoj këtë top për skuadrën e Korabit. Ka pasuar shkurtësi për tek Wallace. Kuka, ky ka pasuar për tek Gjika. Mundohet të shtyjë përpara, qendërbrojtësi Gjika futje top zonë trepësisë, top për Markut, pengohet në zonën e trepësisë, por gjyqtari lejon avantazhin Gjika, është drejt thotë gjyqtari dhe vazhdon aksioni i skuadrës mike, por mbyll korridorin atje kapiteni Mziu, top kthyer mbrapa nga Gega për tek Wallace. Ja përsëritje top për Marku. Futet por e dorëzon momentin e fundit për ta goditur, është një mbrojtës i skuadrës Firake që ka ndërhyrë, është Gjika tani me që ka këtë top e ka kthyer akoma më mbrapa për tek Mziu. Kërkon një top dhe Zeqiri. Gega në dy luftim me topin ka fituar dy luftimin topi, por një top thellësi për Omijegon dhe i takon me Hidrit që ka nisur për tek kapiteni Mziu. Largon mbrojtja për momentin, përsëri vazhdon aksioni Korabit. Gjyqtari thotë gjithçka është drejtë, ka një flamur të ngritur, por megjithatë është Umijego përfiton e ka gabuar dhe Gjika është mbyllur dhe ky aksion i skuadrës të Apolonisë. Gega në dy luftim me numër 23 Hoxhaj dhe goditje tenimi për Korabi dhe kartoni verdhë për numër 7 Trifoni. Është Mziu. Gega, Mziu. Ishte Marku. Tentoi dhe lehtia, ma nuk ja arriti. Vazhdon aksioni skuadrës dhe top kërkon Umijego që është i lirë. Ka në hapësirë është numri 23 Hoxhaj që futje top zonë trepësisë, largon qendërmbrojtësi Wallace i skuadrës Korabit, por janë përsëri skuadra mike që ka topi zotëri Aslana, një topi për pasua për tek Musa. Olale dhe ka shkaktuar dhe një taktik, strategji. Është mes foshori Olale i skuadrës Apolonisë. Është quar Zeqiraj, topi i takon futbollistëve të Korabit. Mziu ka shqetësimin e Trifonit, ti më duhet të nisë atje dhe Kukën, topi kthyer mbrapa për tek Gjika.
Mziu. Gabon pasim Mziu. E mari futbollistët është Musaj. Ka hapësirë skuadra Firake, pret me Hidri, zgjidhën gjithçka për momenti, vazhdon aksioni, largon një mbrojtës, ishte Zeqiri që ka larguar, tentojnë kursëri, është Ola Le, ka pasuar për tek Trifoni. Ndërhyrë Mziu, ti numër 7, përsëri ka grushtuar, vazhdon aksioni, jashtë. Rasti pastër për skuadrën Firake për të zblokuar rezultatin, por janë skuadra Korabit që ka zgjedhur të rrezikë. Reçi takon një top dhe Marku, shikon për para, ka pasuar për tek Kuka, ka shqecimin e numrit 3 dhe ka fituar të drejtë kësaj ishte Vondo Lije, ai që ka ndërhyrë dhe goditje dënimi. Tani janë minutat e fundit të këtij takimi dhe janë hedhur të dy ekipet e sulm për të zhbllokuar rezultati. Si Korabi, ashtu dhe skuadra Firake duke pasur nga një rast të pastër për të zhbllokuar rezultatin. Është Kuka. Largon një mbrojtës. Përsëri Kuka. Rajthia. Janë futbollistët Firak me qetësinë e tyre duke larguar rrezikun, është Musa, të mëdhon të nisë, ka dalur dhe me Hidri, ka shqecimin e Omujegos, sulmuesit kryesor të skuadrës Firake. Je tjetër fallë, gjyqtari thotë diçka është e drejtë, gjatë doja ka vazhduar Ola Le, po ka sinjalizuar kryesori Manqi për një rivënje, goditje, dërimi në favor të skuadrës Firake. Topi ka topin zotrim. Ja dhe numri 3, Vondolije. Pra ti është Gjika. Ka fituar të luftimin dhe goditje dënimi në kufi të zonës Repsis dhe kartoni verdh për Gjikët. Për qëndërbrojtësin Gjika, një kartoni verdh tani në këto minuta të fundit të këtij takimi. Dhe 2 minuta deri në përfundim të kësaj sfide plus kohën shpresë, goditje dënimi tani në favor të skuadrës Apollonisë. Firit vendoset muri i skuadrës Korabit. Është ekzekutuar dhe kjo goditje dënimi që topi ka kaluar tër pasqyrën e portës, me të djeg aksionin Ola Le. Ishte Ola Le ai që e goditi këtë top dhe topi i takon portierit të skuadrës së Korabit me Hidri. Kemi të bëjmë me këtë goditje këndi, pasi topi është devijuar nga një mbrojtës i skuadrës Korabit. Është Trifoni që do ta shkelmoj këtë goditje këndi. Janë minuta rëndësishme se të nderuar shikues, këto minuta të fundit të kësaj sfide, pasi po shkon në drejt barazimit dhe ky takim. Jarkim Bredazonës, grushton me Hidri. Dhe një fallë në sulm është kapiteni Mziu, ka shqetësimin e Trifonit, shikon përpara, mundohet të nisë atje Reçit. Dhe Zeqirin ka dalë dhe portieri Kacaj, e mban e shoqëron duke nxjerrë rivënje fundore dhe vetëm rivënje fundore për skuadrën Firake. Nuk ishte një rast i pastër për skuadrën vendase për të zhbllokuar rezultatin. Tani shikojmë gjyqtarin e 4, Sokol Bebja me tabelen elektronike, shikojmë sa minuta shpresë do të akordojë deri në përfundim të këtij takimi, pasi koha e rregullt është drejt përfundimit.
Largojnë mbrojtësit e Korabit, për gjatë është numri 21 Musa. Ka një flamur të gridhe 3 minuta shtesë dhe në përfundim të kësaj sfide. Goditje dënimin favor të skuadrës Korabit. Po për Mziu. Zeqiri. I top që ka përfunduar dritë në duhet të portieri Kacaj. Janë përsëri firakët e këta aksion të ndëruar. Shiku se jemi futur në 3 minutat e fundit të kohës shtesë të kësaj sfide të Korabi Apolonia 0-0. Aksioni bukur i skuadrës e Firake, por mbyllin në korridorin futbollistët e Korabit. E top për Reçin është i vetët. E mban topin Reçin ja bukur. Prati është Olale, ka fituar di luftimin Olale me Reçin. Dhe mundohen Firake të dalin në këta aksioni top për Trifonin. I ka ndërhyrë atje edhe numri 3 Wallace i skuadrës Korabit, që ndërmorçi i skuadrës Korabit duke përcjell për tek Mehidri që e ka shkelmuar përsëri. Kartoni verdh. Mahmutaj do futet në lojë në vend të Hoxhajt për skuadrën Firake. Një tjetër futbollist i dëmtuar i skuadrës së Apolonisë. Është numri 7 Trifoni. Një shkelmimi i top që ka përfunduar drejtë në duart të portierit Mehidri. Mziu. Reçi, mjaft i tërhequr, e ka pasuar për tek Mziu. Kimi Grotonisa që nga i thirë dhe Gega nuk përfitojnë asnjëri prej tyre. Gega, Zeqiri, Reçi, top për Lajthin. Është ngjeshur e tëra në mbrojtje futbollistët e skuadra Firake. Trifoni ka sinjalizuar dhe kryesori për përfundimin e këtij takimi për javën e 5 të kampionatit kombëtar kategorisë së parë ndërmjet Korabit dhe Apolonisë së Firit me rezultatin e bardhë Korabit 0, Apolonia 0. Një ndeshje e luftuar mjaft fort nga të dyja skuadrat, por nuk arritë dot që të zhbllokonin rezultatin duke u ndarë në paçe me një barazim të thatë duke marrë nga një pikë këtu në stadiumin Korabi. Nga unë Fatmir Zhuzhi, miru takojmë në takimet e radhës. Që ashtu fiton shko herë. Të vjetërës. Të vjetërës, mos hajtë një kërë vjetërës. Po pandi, që shkë hiq, pandi. E në ndi tërës. Qini tërës i koki. Do shkëm të shkru. Që se ka o bëja një mërvitë se ka në ambasadori atës ishte. Për që ta mullarë. A shkëm ka pru? Por isha unë, fitare a që fitare këto. Por isha unë.
Unë isha unë.